Përshëndetje! Në ditën e sotme do të përgatis pulë të pjekur në furrë me patate. Për këtë recetë do të na duhet pula, 2 kg që është pula, 1 kg patate, patate të reja të cilat thjesht i kemi larë mirë dhe i kemi ndarë në mes. Do të përdorim 3 gjethe dafine, 1 kokër qep të plot të cilën e kam prerë në pjesë të tilla të mëdha dhe 1 kokër moll. Unë kam përdorur 1 moll gjysmën e mollës të kuqe dhe gjysmën jeshile. I kam prerë në copë të tilla të mëdha. Do të përdorim 2 hudhra të cilat i kam larë mirë dhe i kam ndarë thjesht në mes. Gjithashtu do të përdorim piper të zi, pak rigon, kripën e duhur për përgatitjen e tavës, do të përdorim gjalp, shumë pak gjalp dhe vaj, gati 1 filxhan kafeje, por jo plot, me vaj të zakonshëm. Vajin të cilin ne kemi dëshirë të përdorim. Gjithashtu do të përdor fillimisht 1 gotë ujë të zakonshme dhe më pas kur të vazhdojmë me patate do të shtojmë edhe pak ujë. Fillimisht, këtu ku kemi vendosur qepën edhe mollët, të cilat tashmë unë i kam prerë në pjesë, do të shtojmë pak krip. Sipas dëshirës. Gjithashtu edhe piper të zi. Do të shtojmë dhe pak rigon, mund ta shkërmoqim pak me dorë dhe do ta përziejmë. Kush ka dëshirë, qepëve dhe përbërësve të tjerë mund t'i shtoj dhe pak vaj, por unë kështu siç jam do t'i vendos tani për të mbushur pulën. Pasi i kemi përzier mirë, do të kalojmë tek pula. Këta përbërës do t'i fus në brendësi të pulës. Të gjithë këta përbërës, për t'i dhënë një shije shumë të mirë pulës, do ta mbushim në këtë mënyrë. Do ta ngjeshim që të futen të gjitha. Mollët është e mira që molla që do të përdorim është e mira të jetë me një shije majoshe. Ja ku i kemi futur këto tashmë të gjitha. E vendosim në qendër pulën. Do ta lyejmë nga jashtë me pak krip. Dhe kështu siç e kemi, do ta vendosim në furrë për ta pjekur. Në tavë do të shtojmë dhe gotën me ujë dhe asgjë tjetër. Do ta vendosim për gati 20-25 minuta në 230 gradë. Tani që e kemi përgatitur pulën dhe e kemi vendosur për ta pjekur në furrë, në një tenxhere do të vendosim patatet. I kemi vendosur këtu, do t'i shtojmë ujë, do t'i mbulojmë plot me ujë dhe do t'i vendosim për të zjerë. Por duhet jemi të kujdesshëm që nuk duhet i lëmë shumë të zjejnë. Sa të fillojnë që të zjejnë, atëherë do t'i heqim. Ja i kemi mbuluar plot me ujë, nuk ka nevojë për mas, thjesht i mbulojmë dhe do t'i vendosim për të zjerë në temperaturë të mesme, jo shumë të lartë. Patatet pasi kanë zjerë, sa kanë filluar të vlojnë, i kemi hequr nga zjarri, i kemi kulluar dhe i kemi vendosur në këtë enën këtu. Këtu do të shtojmë vajin. Gjithashtu piperin e zi dhe krip. Do të shtojmë pak rigon dhe gjethet e dafinës. Mund t'i bëjmë edhe pjesë të vogla, mund t'i lëmë edhe kështu si i kemi. Do t'i përziejmë pak me kujdes, që të shkoj kripa dhe piperi gjithandej, dhe më pas, pasi i kemi përzier mirë, do t'i vendosim në tavën ku kemi vënë pulën për të pjekur. Edhe pulën, pasi e kemi lënë për gati 20-25 minuta në furrë, e nxjerrim për pak edhe vendosim në tavë patatet. I hapim me kujdes gjithandej
Dhe pasi kemi vendosur patatet, i kemi shtruar në tavë për t'i pjekur, marrim pak gjalp, një copë të vogël gjalpi dhe lyejm pulën. Kjo i jep shije të mirë pulës gjatë pjekjes. E mban të butë, nuk digjet dhe bën shumë të shishme. Nga të gjitha anët e kthejmë. Gjithashtu vendosim edhe hudhrat, të cilat i kemi prerë një kokër të plot, e kemi prerë në mes në këtë mënyrë. Pasi i kemi larë mirë, i vendosim edhe këto të piqen, sepse bën tepër të shishme. Edhe aromën e mirë ja japin tavës dhe bëhet gatimi më i mirë. Pasi vendosim edhe hudhrat, do të shtojmë ujin. Do të shtojmë dhe një gotë tjetër me ujë. Dhe shtojmë një gotë të plot dhe për 30 minuta do ta lëmë tavën përsëri të piqet në furrë. Ja pra ku e kemi përfunduar edhe pjekjen e pulës me patatet, e kemi mbaruar dhe recetën, do ta lëmë për gati 5 minuta deri në 10 minuta që të ftohet pak mishi dhe pastaj e presim edhe e servirim. E kemi pjekur për gati 30 minuta. Do me thënë